Koleg, vjojmë me pikën tjetër të rendit ditës, projekt ligj për miratimin e strategjisë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit. Ne jemi komision për dhënie mendimi, relator do jem unë. Zoti Braçe, zoti Erion Braçe do na prezantojë këtë projekt akt. Faleminderit zoti Braçe që jeni sot, fjala për ju. Nderuar kryetar, nderuar kolegë të Komisionit Ligjeve, jam para jush në cilësinë e kryetarit Komisionit të posaçëm të Kuvendit për të koordinuar dhe mbikëqyrë gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera ndërhyrjes huaj në proceset demokratike të vendit. Jam para jush sot për të prezantuar pikërisht produktin e punës së këtij komisioni, një strategji dhe udhërrëfysin që e shoqëron, e që merret drejt për drejt me luftën kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit 2025-2030. Strategjia kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja dhe dezinformimit shënon një qasje të re domosdoshme për garantimin e integritetit demokratik, lirisë dhe besimit qytetar në institucione. E ndërtuar mbi një proces gjithëpërfshirës, politik, shoqëror dhe institucional, kjo strategji synon të forcojë mbrojtjen nga format e reja të ndikimit huaj, që rrezikojnë funksionimin e shtetit të së drejtës dhe drejtën e publikut për informacion të vërtetë dhe të pacënuar. Shqipëria si vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian dhe antare e NATO-s nuk është imune ndaj këtyre formave të reja të ndërhyrjes, përkundrazi, pozicioni ynë gjeopolitik dhe tranzicioni gjatë institucional na bëjnë të ekspozuar ndaj rreziqeve hibride që synojnë besimin e publikut në institucionet tona, të manipulojnë opinionin publik përmes fushatave të koordinuara dhe të cënojnë integritetin e proceseve zgjedhore dhe vendimarrjen e lirë politike. Duke qenë të vetëdijshëm për këto dinamika dhe nevojën adekuate për t'i adresuar ato, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi ngritjen e komisionit posaçëm me një mandat të qartë të koordinojë dhe mbikëqyrë veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe ndërhyrjet e huaja në proceset demokratike të vendit. Vëmendjaria e komisionit u mbështet në një metodologji pune të tij mbi dy parime të rëndësishme themelore. Faleminderit zoti Koçi. Braçe, fjala për ju. Zoti Koçi, shumë faleminderit edhe për opinionin tuaj, po edhe për mbështetjen që i bëni draft strategjisë. Unë doja t'ju thoja që patjetër rrjetet sociale janë një problem, por rrjetet sociale përgjithsisht mbartin opinione të shprehura. Unë mendoj që ne duhet i ruhemi, sepse një fije e hollë e ndan lirinë e shprehjes nga të gjitha masat që mund të ndërmarrë autoriteti ekzekutiv lidhur me të. Unë mendoj që tre aktet që ka referuar Bashkimi Evropian dhe tre aktet që ne kemi vendosur në draft strategji kodi i praktikës BE-s për dezinformimin, akti i lirisë medias edhe akti për sigurinë digjitale, Bashkimit Evropian, të treja dokumentat, natyrisht që vendosin një ekuilibër të qartë për të ruajtur lirinë e shprehjes së çdo opinioni nga e drejta për informim dhe informimi korrekt që duhet i bëhet shoqërisë në këtë vend. Ne në praktikën e punës komisionit në fillim mblodhëm të dhëna zyrtare, shkresore, e pastaj shkuam në marrjen e të dhënave të drejtë për drejta nga seanca dëgjimore me drejtuesit e institucioneve. Ajo që mua më ka bërë jashtëzakonisht përshtypje ka qenë fakti i referuar nga institucionet, veçanërisht nga institucionet që merren, edhe pse se kanë të normuar me ligj, me dezinformimin, elementi që mediat edhe vetë ofrohen, edhe keq përdoren, edhe kanë aftësi profesionale në nivelet ulta dhe bien shpreh e dezinformimit. Raste konkrete dhe mënyra se si përhapet dezinformimi përmes medias janë depozituar dhe janë arkiv në Kuvendit, për fat të keq janë të klasifikuara dhe do duhet që gjithkush që kërkon të njihet mund t'i gjejë atje. Shembuj konkret se si është përdorur media në këtë vend apo se si është vetë ofruar media në këtë vend për të dezinformuar. Për çështje konkrete. Pra, fokusi i qartë ka qenë pikërisht kjo gjë. Ashtu siç fokus shumë i qartë është edhe tek paratë e pista që financojnë dezinformimin. Shembuj që i kanë paraprirë punës së komisionit e që janë shembuj ndërkombëtar, po edhe kombëtar, na kanë shtyrë pikërisht të vëmë theksin në këtë aspekt.
regjistrim, formalizim dhe transparencë e financimeve, sepse paratë e pista natyrisht që cënojnë të drejtën e shqiptarëve për informim dhe cënojnë mbi të gjitha lirinë e shprehjes, lirinë për t'u informuar dhe lirinë e shprehjes në këtë aspekt. Kështu që ne jemi munduar shumë që të ruajmë ekuilibrin në këtë dokument dhe mbi të gjitha të vëmë fokusin mbi këto akte që na garantojnë jo vetëm lirinë e shprehjes, po edhe luftën kundër cënimit lirisë së shprehjes në këtë vend. Këto kanë qenë element themelor në gjykimin tonë në këtë aspekt. Ama ka dhe një aspekt tjetër të rëndësishëm, këtu jemi në komisionin ku duhet bërë ky debat, ka pasur propozime edhe nga në proces edhe nga ne edhe nga KQZ-ja për të vënë në kontroll burimin e financimit fushatave elektorale në këtë vend. Veçanërisht aty ku jemi zbuluar tek detyrimi i palëve të treta për të deklaruar burimin e financimit të tyre. Dhe edhe fushata që shkoi ka qenë nën flukse të mëdhaja të parave nga burimet e treta që nuk kanë pasur në detyrim deri më sot të bëjnë deklarim. Dhe duhet që të shkojmë drejt këtij rregullimi ligjor me qëllim që të vëmë në kontroll edhe këtë gjë. Këto historit me celularin përpara. Ja sa lek harxoj unë në ditë. Ja sa para më japin mua në ditë. Dhe pasi detyrim të atyre që janë aty në celular për të deklaruar burimin e financimit të tyre duhet marrin fund me qëllim që fushatat elektorale apo zgjedhjet në tërësi mos komercializohen, po ngelen një drejtë themelore e shtetasve për të ushtruar të drejtën e tyre për të zgjedhur me votë, jo për të blerë votë.